Të premten ish kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, arrestuar prej shkurtit, do të mund të lërë qelinë e paraburgimit në Durrës për të marrë pjesë në seancën e gjykatës kushtetuese. Burimet e ABC News kanë bërë të ditur se Veliaj do të mund të dalë prej qelisë për të qenë i pranishëm në seancë ku do të shqyrtohet ankimimi i tij kundër shkarkimit nga qeveria, por dhe dekretit të presidentit për zgjedhjet e pjesëme të Tiranës që u pezulluan prej kushtetueses. Këtë të marrë gjykata kushtetuese ka konfirmuar se Erion Veliaj kërkon të jetë fizikisht i pranishëm në seancën e së premtes. Pas kësaj kërkese, kushtetuesi është vendosur në lëvizje, duke njoftuar institucione si SPAK për kërkesën e Veliajt, por edhe drejtorinë e burgjeve. Gjykata kushtetuese ka njoftuar drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, duke e vënë në dieni për datën dhe orën e zhvillimit të seancës plenare publike, si dhe marrjen e masave për shoqërimin e zotit Erion Veliaj në seancën plenare publike, thuhet në njoftimin e gjykatës kushtetuese. Kjo praktikë është ndjekur më parë edhe për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, kur ai duhet të raportonte në kuvend në komisionin hetimor lidhur me koncesionet në shëndetësi.